Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Edhe sot do të vijojmë me shpjegimin e 3 parimeve dhe jemi tek 3 gjërat që duhet t'i mësoj çdo musliman dhe muslimane, dhe këto 3 gjëra janë aq të rëndësishme sa që në një këndvështrim dietarët e Islamit kanë thënë që janë bazat e Islamit. Këto 3 gjëra, ku baza e parë ishte njohja e synimit të krijimit të krijesave dhe rruga që të çon në realizimin e këtij synimi. Synimi ishte adhurimi i Allahut një të vetëm, pa i bërë asnjë shok dhe ortak, dhe rruga që të çon në vërtetimin e këtij synimi është rruga e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nga që të gjitha rrugët e tjera janë të mbyllura dhe të refuzuara përveç kësaj rruge. Kjo ishte baza e parë që morën në mësimin e kaluar, fakti që Allah madhruar na krijoi, na furnizoi dhe nuk na lap pas dore, por dërgoi tek ne një të dërguar, të cilit kush i bindet do të hyjë në xhenet dhe kush e kundërshton do të hyjë në zjarr. Gjëja e dytë që duhet të mësojmë është fakti se Allah madhruar nuk pëlqen që t'i bëhet shok në këtë adhurim as në një ëngjëll i afërt dhe as në një profet i dërguar. Dhe argumenti, thot imami Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, është fjala e Allahut të lartësuar: wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Nëse xhamit janë për Allahun, kështu që mos lut askën tjetër bashkë me Allahun. Pra, Allah madhruar atë që i pëlqen është vetëm tauhidi, veçimi i tij në adhurim, dhe do që të adhurohet një i vetëm, pa ju bërë asnjë shok dhe ortak në këtë adhurim. Dhe kushdo që i bën Allahut shok në këtë adhurim, në të adhuruar tjetër, ai e ka zhvlerësuar këtë synim në anën praktike, me të cilën është ngarkuar. Prandaj Allah thotë në Kur'an: wa anna al-masajida lillah, dhe se xhamit janë për Allahun. Prandaj mos lut. Bëhet fjalë për 2 llojet e lutjes, nga që lutja është 2 lloje, siç thon dietarët e Islamit: dua u mes'ele wa dua u ibade. Është lutja e kërkimit, dhe lloji i dytë është lutja e adhurimit. Xhamit janë ndërtuar për të bërë në to 2 gjëra. Gjëja e parë është të kërkosh Allahut të madhruar dhe ta lutësh, dhe kjo është lutja e kërkimit. Dhe gjëja e dytë për cilën janë ndërtuar xhamit është adhurimi i Allahut me të gjitha llojet e adhurimit, si namazi farz dhe nafile, si leximi i Kur'anit, si dhikri, si mësimdhënia dhe adhurimet e tjera të ngjashme me to që bëhen në xhami. Prandaj Allahu i lartësuar thot: wa anna al-masajida lillah, dhe se xhamit janë për Allahun, janë ndërtuar që njerëzit t'i falen Allahut madhruar, janë ndërtuar për adhurimin e tij një të vetëm, pa i bërë asnjë shok dhe ortak. Fala tad'u, mos lut asnjë tjetër, me lutjen e kërkimit, dhe po ashtu mos lut askën tjetër me lutjen e adhurimit. Pra ashtu sikurse namazfalësi nuk falet vetëm se për Allahun, po ashtu edhe në xhami përsëri nuk duhet që t'i kërkohet dikujt tjetër përveç Allahut. Dhe lutja e kërkimit është ajo që njerëzit e quajnë lutje. Nëse i thua një muslimani nga masa e gjerë e popullit, çfarë është lutja? Do të thotë ti kërkosh Allahut: o Allah, më fal, më fut në xhenet, duke kërkuar gjëra të ndryshme nga Allahu i lartësuar. Ndërsa lutja e adhurimit është vetë adhurimi që ne bëjmë
namazi që falim, dhikri i Allahut të madhruar, ose duke lexuar Kur'anin famullar. Dhe kjo përsëri është një kërkim nga Allahu madhruar, dhe ti nëpërmjet këtyre adhurimeve, me lutjen e adhurimit, kërkon që Allahu madhruar të bëj prej banorëve të xhenetit. Prandaj Allahu i lartësuar thotë në Kur'an: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Zoti juaj thiri dhe tha: "Më lutni që t'ju përgjigjem." Dhe vërtet ata të cilët tregojnë arrogant ndaj adhurimit tim do të hyjnë në xhenet të përbuzur e nis. Do të hyjnë në xhehenem të përbuzur. Për shkak se u tregojnë arrogant ndaj adhurimit të Allahut të madhruar. Pra, Zoti juaj thiri: "Ud'uni", më lutni. Nësta në fund të ajetit, çfarë tha? Ata të cilët tregojnë arrogant ndaj adhurimit tim dhe e quajti lutjen adhurim. Dhe kjo tregon se lutja është adhurim dhe është vetë adhurimi. Prandaj ka ardhur një hadith të saktë në hadithin e njohur të Nu'man ibn Bashirit, ku profeti sallallahu alaihi wasallam, siç e transmetojnë ashabu sunen, Imam Tirmidhiu, Abu Daudi, Tirmidhiu, Nesai dhe Ibn Majah, me zinxhir transmetimi që Imam Ibn Hajar thot, me zinxhir transmetimi të mirë, profeti sallallahu alaihi wasallam thot, në këtë hadith të mirë dhe të saktë, se disa dietar thonë që është i saktë, ad-du'au huwa al-ibade. Lutja është vetë adhurimi. Ad-du'au huwa al-ibade. Lutja është vetë adhurimi. Pra Allah madhruar nuk pëlqen që ti bëhet shok në këtë adhurim. Se disa krijesa mendojnë se kur arrin një moshë të caktuar nëpërmjet adhurimit, lejohet që të marrë dikë tjetër si ndërmjetës për t'u afruar. Dhe mendojnë se kur dikush arrin një pozit në këtë adhurim, lejo të marrin ndërmjetësa të tjerë, si profetët, si melaiket, si të dërguarit. Prandaj Sheikhul Islam e mohoi këtë lloj ndërmjetësimi, duke thënë që Allah madhruar nuk pëlqen që t'i bëhet shok në këtë adhurim as në një ëngjëll i afërt dhe as në një profet i dërguar, as në një ëngjëll i afërt si Xhibrili alayhi salam, i cili është zotria i melaikeve dhe është më i madhi prej tyre, dhe as në një profet i dërguar, nuk lejohet. Prandaj, në argument për të është fjala Allahut të lartësuar: "Fala tad'u ma'allahi ahada", mos lut asnjë tjetër bashkë me Allahun. Dhe këtë bazë duhet që ta mësoj çdo musliman dhe muslimane, duke ditur me një bindje të plot, pa patur dyshim dhe pa patur asnjë ndjenjë pa sigurie, që është fjala Allahut të lartësuar: "Wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada", dhe se xhamit janë për Allahun, mos lut asnjë tjetër bashkë me Allahun. Prandaj, të mos i shkojnë në mendje asnjë muslimani dhe muslimane që mundet të lut dikë tjetër përveç Allahut, ose të kërkojnë ndihmë nga dikush tjetër përveç Allahut, ose të drejtohet dhe përgjerohet te dikush tjetër përveç Allahut, ose me ndonjë lloj prej llojeve të adhurimit. Edhe nëse ai të cilit i luten është në një ëngjëll i afërt ose në një profet i dërguar. Dhe thot këtu imami, dhe as në një profet dhe i dërguar, disa dietar thonë që ka dhe dallim midis profetit dhe dërguarit, dhe thonë që nuk është, çdo profet nuk është i dërguar, ndërsa çdo i dërguar resul është edhe profet. Prandaj thot imami këtu: "Ola nebiyun mursal", as në një profet i dërguar, nga që resuli e risale, dërgesa dhe i dërguari është në grad më të lartë se profeti. I dërguari është në grad më të lartë se profeti, sepse profet është ai
të cilit i është shpallur me një ligj dhe është urdhëruar ta komunikojë këtë shpallje tek disa njerëz që e pranojnë ftesën e tij ose nuk është urdhëruar me komunikimin e shpalljes. Ky është profeti. Ndërsa i dërguari është më i gjerë se profet. Prandaj çdo i dërguar është edhe profet, sepse i dërguar është ai që i është shpallur një shpallje, një ligj ose një libër, i është zbritur një libër dhe është urdhëruar për komunikimin e kësaj shpallje tek disa njerëz që janë mukhalifin, janë kundërshtues. Prandaj çdo profet, çdo i dërguar është edhe profet dhe jo anasjelltas. Dhe Allah madhruar i ka përmendur përsëri veç edhe profetin dhe i dërguarin, duke thënë në Kur'an: "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idha tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi." E nuk kemi çuar para teje ndonjë të dërguar dhe as profet. Pa përmendi edhe të dërguarin edhe profetin. Kjo ishte çështja, baza e dytë nga këto tre baza. Që Allah madhruar nuk pëlqen që t'i bëhet shok në këtë adhurim asnjë, as në një angjëll të afërt, as në një profet i dërguar. Baza e tretë, dhe çështja e tretë, këto tre çështje madhështore është se kushdo që i bindet të dërguarit dhe njëson Allahun e madhruar në tauhid, nuk i lejohet të miqsoj ata që kundërshtojnë Allahun dhe të dërguarin, edhe nëse janë njerëzit më të afërt. Kushdo që i bindet të dërguarit dhe njëson Allahun e madhruar në tauhid, e veçon në adhurim, nuk i lejohet të miqsoj ata që kundërshtojnë Allahun dhe dërguarin e tij, edhe nëse janë njerëzit më të afërt. Dhe argument për këtë është fjala e Allahut të lartësuar: "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون." Nuk e për të gjetur një popull që beson në Allahun dhe në ditën e fundit, që të miqsojnë ata që kundërshtojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, edhe nëse janë baballarët e tyre, ose bijtë e tyre, ose vëllezërit e tyre, ose farefisi i tyre. Këta janë ata që Allahu ka shkruar në zemrat e tyre imanin, besimin, dhe i ka mbështetur ata me shpirt prej tij dhe ka për t'i futur në xhenete nën të cilët në rrjedhin lumenj ku kanë për të qenë për herë, për gjithmonë. Allahu është i kënaqur me ta dhe ata janë të kënaqur me të. Këta janë partia e Allahut dhe vini re se partia e Allahut, ata janë të shpëtuarit. Kjo është çështja e tretë, ose baza e tretë nga bazat madhështore të Islamit në një këndvështrim të disa dietarëve të Islamit. Kjo është kushdo që e njëson Allahun dhe i bindet dërguarit sallallahu alaihi wasallam, të ndjek fen islame, nuk i lejohet të miqsoj ata që kundërshtojnë Allahun dhe të dërguarin e tij. Po ashtu Allah madhruar thot një tjetër ajet kuranor: "Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humu adh-dhalimun." O ju që besuat, u drejtohet besimtarve, mos i merrni baballarët tuaj, prindrit tuaj, vëllezërit tuaj, evlija, miq të ngushtë, nëse ata japin përparësi kufrit, mohimit, ndaj imanit, ndaj besimit, dhe kushdo që miqson prej jush, këta janë zullumqtarët, të padrejtët. Pra, baza e fesë, që është edhe kuptimi i fjalës së tauhidit, la ilaha illallah, është miqësia dhe armiqësia. Miqësia dhe armiqësia, dhe miqësia duhet të jetë vetëm për besimtarët dhe për imanin, për besimin, dhe distancimi nga idhujtarët dhe idhujtaria. Prandaj, dietarët tanë e përkufizojnë islamin duke thënë: "Huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid, wal-inqiyadu lahu bit-ta'a, wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi." Islam është në nështrim ndaj Allahut duke e njësuar. Kjo është fjalë e parë në përkufizim. E dyta është
në nështrim është vijimësia dhe vazhdimësia në bindje dhe në punë të mira. Dhe pjesa e tretë e këtij përkufizimi është dhe distancimi nga shirku dhe idhujtaria. Distancohesh nga idhujtaria dhe idhujtarët. Disa kopje të këtij libri, Tri parimet, kanë vendosur në vend të distancimit kullimin dhe çlirimin nga idhujtaria. Dhe thonë që Islami është në nështrim nga Allahut me tauhid, vazhdimësia dhe vijimësia në bindje dhe në punë të mira dhe të çlirohesh nga shirku. Mirë, çlirimi është tjetër gjë dhe distancimi është tjetër gjë. Prandaj, kopjet autentike të librit Tri parimeve që kanë përmendur imamët e kësaj dawas thonë wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi, distancimi dhe largimi nga idhujtaria dhe idhujtarët. Prandaj ka ardhur nga babai jon Ibrahimi alayhi salam, për të cilin Allahu madhruar thot në Kur'an: "Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin." Dhe kujto kur Ibrahimi i tha babait të tij dhe popullit të tij: "Unë jam larg asaj që ju adhuroni, përveç atij i cili më krijoi, se ai do të më udhëzoj." Pra, ky është kuptimi për kufizimi i Islamit. Ti nështrohesh Allahu madhruar në tauhid, të kesh vazhdimësi dhe vijimësi në bindje dhe në punë të mira, dhe të distancohesh dhe largohesh nga idhujtaria dhe idhujtarët. Kjo është miqësia dhe armiqësia në fe. Prandaj, nuk i lejohet atij që njëson Allahun dhe i bindet dërguarit sallallahu alaihi wasallam dhe që ndjek fen islame, pason fen islame, nuk i lejohet të miqsoj asnjë prej idhujtarëve. Dhe miqësia këtu është dashuria, të duash dikë, ta miqësosh. Prandaj besimtari dhe muslimani nuk i lejohet që të doj shirkun dhe idhujtarët. Nuk i lejohet që të doj idhujtarin dhe idhujtarët, nga që baza e kësaj feje është se kushdo që hyn në fjalën la ilaha illallah, ai duhet ta doj këtë fjalë. Dhe dashuria është prej kushteve të fjalës la ilaha illallah: el ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu was-sidqu wal ikhlasu wal mahabba wa fakaka Allahu lima habba. Pra, një nga kushtet e fjalës la ilaha është dashuria. Muslimani e do fjalën la ilaha illallah, i do besimtarët, e do imanin, e do tauhidin, dhe në anën tjetër e urren idhujtarin dhe i urren edhe idhujtarët. Prandaj, kjo dashuri buron nga zemra, dhe dashuria e zemrës duhet të jetë e mbushur vetëm me imanin, me besimin, dhe dashurin për besimtarët dhe muslimanët. Prandaj, nëse ai, muslimani, ka dashuri në zemër për këtë besim dhe për besimtarët, atëherë ai e ka të saktë këtë dashuri. Dhe nëse në anën tjetër ka dashuri në zemrën e tij për idhujtarin dhe idhujtarët, do që idhujtarët të dominojnë ndaj muslimanëve, kjo është ajo që është kufër dhe nifak dhe hipokrizi që nxjerr njeriu nga Islami. Prandaj, muslimani me zemrën e tij duhet të dojë vetëm Allahun, të dërguarin sallallahu alaihi wasallam, besimtarët, dhe duhet të ketë urrejtje për idhujtarin dhe idhujtarët në zemrën e tij. Allah thotë në Kur'an: "Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un wa man yatawalla Allaha wa rasulahu walladhina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Me të vërtetë mbrojtësi im është Allahu, miku im i dashurim është Allahu dhe i dërguari, dhe ata që besuan, të cilët falin namazin dhe japin zekatin, dhe këta janë që bëjnë edhe ruku, dhe kushdo që e miqson Allahun dhe do Allahun dhe dërguarin e tij, dhe ata që besuan, dijeni se partia e Allahut, ata janë gjithmonë triumfues. Pra, kush do Allahun dhe dërguarin dhe besimtarët, pra
ky është nga partia e Allahut. Çfarë gjykimi ka? Miqësia me idujtarët. Miqësia me idujtarët dhe dashuria e tyre, jo për shkak të kufrit tyre, kjo dashuria e tyre dhe miqësia e tyre është e ndaluar haram dhe është një mëkat prej mëkateve të mëdha, që ndoshta e çon njeriu ndonjëherë, ka raste që e çon edhe në kufër, edhe në shirk. Prandaj dietarët e Islamit thonë që kjo dashuri dhe kjo miqësi është dy lloje. Është dy lloje. Lloji i parë është miqësia, dashuria që ka ardhur në fjalën e Allahut të lartësuar, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Kushdo që miqëson ata prej jush, ai është prej tyre. Dhe kjo do të thotë që ai të miqësoj shirkun, të doj shirkun në zemrën e tij, idujtarin dhe idujtarët, të doj kufrin, mohimin dhe mohuesit, të doj pabesimtarët, ose të ndihmoj pabesimtarët ndaj besimtarëve, ndaj muslimanëve, duke të synuar gjithmonë që të triumfojnë pabesimtarët dhe idujtarët ndaj muslimanëve. Dhe ky është një kufër i madh, mohim i madh, që nëse dikush është musliman dhe bën një gjë të tillë, atëherë ai e ka braktisur Islamin, ka rënë në ridde. Ndërsa lloji i dytë i kësaj dashurie dhe miqësie është ajo që është e ndaluar dhe është haram, siç është dashuria e idhujtarëve dhe pabesimtarëve për shkak të dynjas së tyre. Dikush është i pasur dhe ti e do, ose ke interesa, ose për shkak të afrimitetit ose lidhjeve parafisnore që ke me ta. Prandaj ajo nuk është dashuri për shkak të shirkut të tyre, idhujtarisë të tyre, po është për shkak të dynjas së tyre, dhe kjo është e ndaluar. Dhe është një, ka bërë mëkat ai që bën diçka të tillë, mirë po nuk arrin në gradën e kufrit. Dhe argument për këtë është fjala e Allahut të lartësuar. Dëgjoni këtë ajet, se është ajet kyç në këtë çështje. Ja ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddah. O ju që besuat, mos e merrni armikun tim dhe armikun tuaj mik, edhe shok të ngushtë dhe mik të afërt, duke i dashur ata. Ky ajet për kë zbriti? Ky ajet zbriti për një prej sahabëve që quhej Hatib radhiyallahu anhu, siç ka ardhur në dy sahihet, në historinë e Hatibit radhiyallahu anhu, histori e njohur, i cili i çoi lajm idhujtarëve që bëri një mëkat të madh, duke i njoftuar se po vinë muslimanët, që idhujtarët të gatiteshin dhe të ishin vigjilent. Dhe kur u zbulua çështja që Hatibi i çoi lajm idhujtarëve që muslimanët po vinë aty tek ju, i tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "Ya Hatib, ma hamalaka ala ma sanat?" O Hatib, çfarë të shtiu që bëre këtë gjest? Se do të zbulonte synimin e tij profeti sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ai bëri një gjest të tillë. Në anën tjetër, Umeri radiallahu anhu i thoshte: "O i dërguar Allahut, më lër t'ja pres kokën këtij munafiku, këtij hipokriti." Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i tha me qetësi: "O Hatib, çfarë të shtiu që bëre këtë gjest?" Në këtë moment që kishim përplasje muslimanët me idhujtarët. Dhe i tha Hatibi: "O i dërguar Allahut, unë jam besimtar në Allahun dhe dërguarin e tij, por doja që të kisha pak pesh tek ata idhujtar, nga që shumica e sahabëve që janë këtu me ne kanë njerëz që u ambrojnë pasuritë e tyre dhe kanë pushtet, ndërsa unë nuk kam një akses të tillë, dhe doja që të kisha pak pesh tek ata që të më mbroj pasuria dhe familja ime." Atëherë i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: "Sadaqa, wa la taqulu lahu illa khairan." Ai tha të vërtetën dhe mos thoni veçse mirësi,
Ndërkohë që Umar radiallahu anhu tha, ja Rasulullah, da'ni adrib unuqa hadha al-munafiq. O dërguar Allahut, më lër të ja pres kokën këtij hipokriti. Atëherë profeti sallallahu alajhi wasallam i tha, innehu shahida badran, ai ka marr pjesë në luftën e Bedrit. Wa ma yudrika la'alla Allah ittala'a ala ahli Badr faqala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Se Allahu ju paraqit banorëve të Bedrit, i pa ata dhe u tha atyre, bëni çfarë të doni se ju jeni të falur. Ata që morën pjesë në luftën e Bedrit, në atë luftë, dhe kanë këtë mirësi, që Allahu mëdhur të gjithë ata njerëz i ka falur dhe i tha atyre, bëni çfarë të doni sepse jeni të falur. Prandaj Allah mëdhur në këta jetë u drejtua ja ju alladhina amanu, sepse ishte prej besimtarëve, Hatibi, dhe i tha, o ju që besuat, duke ju drejtuar me emrin e imanit, me emrin e besimit. Prandaj thonë dietarët e Islamit që Allah mëdhur e dinte se të gjithë banorët që morën pjesë në Bedër, luftëtarët në luftën e Bedrit, kanë për të vdekur në Islam. Dhe ky ajet argumenton se ai përsëri ishte prej besimtarëve. Pra, u sqaroi edhe fakti se një gjë si tillë është një mëkat dhe është një gjunah, prej gjunaheve, është ndaluar. Nuk e largon emrin e imanit nga besimtari. Prandaj, ne besimtarët, ne muslimanët, duhet të duam Allahun i lartëmadhëruar, duhet të duam të dërguarin e Allahu sallallahu alaihi wasallam, duhet të duam besimtarët dhe mos kemi dashuri në zemrat tona për pabesimtarët, edhe nëse është çështja në çështjet e dynjas. Edhe pse ke kontakt dhe marrëdhënie pune me pabesimtarët, nuk duhet që të kesh dashuri në zemrën tënde për ta. Sepse ai idhujtar, ai pabesimtar, ai ka fyer Allahun e madhruar. Si e ka fyer? E ka fyer duke i bërë Allahut shok në adhurim, duke braktisur Islamin, duke i kthyer shpinën Islamit. Prandaj këto tre çështje që shehu i përmendi janë shumë të rëndësishme, që duhet t'i mësojmë. Sepse çështja e parë na mëson synimin e krijimit ton dhe rrugën që të çon në vërtetimin e këtij synimi. Çështja e dytë është fakti që muslimani ta mësoj faktin se është një rrugë e vetme dhe se Allahu madhruar nuk pëlqen që t'i bëhet shok në këtë adhurim as në një ëngjëll i afërt dhe as në një profet i dërguar. Dhe çështja e tretë ishte se zemra e njësuesit të Allahut madhruar, i cili e njëson Allahun e madhruar, i cili bindet dërguarit sallallahu alaihi wasallam, duhet të shpëtojë dhe të çlirohet nga idhujtaria dhe të mos ketë në zemrën e tij dashuri për idhujtarët. Këto tre gjëra, siç thash, konsiderohen nga bazat e Islamit, janë vetë bazat e Islamit në një këndvështrim. Prandaj Resulullah i madhruar të na bëj për atyre që i vërtetojnë këto tre gjëra me fjalët e tyre, me punët e tyre, me besimin e tyre dhe të kenë vazhdimsi dhe vijimsi në punët e mira. Me kaq mjaftojmë për sot. O sallallahu alaihi wasallam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.